Mediat gjermane shkruajnë për shembjen e shtabit të përgjithshëm në Beograd, vendimin e Novak Djokovic për të zhvendosur në Athinë dhe pse zgjerimi aktual i BE-s do të ishte i papërgjegjshëm. Shembje me rrugë të shkurtra. I shtabi i përgjithshëm i ushtrisë popullore jugoslave në Beograd do të hiqet për projektin e ndërtimit të dhëndrit të Trump. Jared Kushner, shkruan gazeta gjermane Spiegel në faqen e saj të internetit. Në një artikull të bazuar në raportet e agjensive, Spiegel deklaron se të premten Parlamenti serb miratoi një ligj të veçantë që i jep rëndësi të veçantë projektit në qendër të Beogradit dhe se lejet të ndërtimit do të lëshohen më shpejt. Publiku serb është ndarë në lidhje me planin e Affinity Partners për të zhndërruar hapësirën në një rokaqell hoteli luksoz, vazhdon Spiegel. Presidenti Aleksandar Vučić, i cili e ka pritur disa herë Kushnerin në Beograd, është personalisht i përkushtuar ndaj kësaj sipërmarrjeje, shkruan e njëjta media. Për shumë serb, vlerëson gazeta, ndërtesa është një vend i rëndësishëm, një simbol i plagës së hapur të bombardimeve të vitit 1999, që në vitin 2005, vetjet e ndërtesës së ndërtuar në vitin 65 u shpallën pasuri kulturore, por nuk pati rindërtim. Vitin e kaluar statusi një monumenti kulturor u hoq. Pak më vonë, kompania e Kushner me seli në Miami nënshkroi një marrëveshje qiraje 99 vjeçare. Po ashtu, Agjencia Gjermane e Sportit SID shkruan për vendimin e Novak Djokovic për të zhvendosur në Athinë nën titullin Heroi kombëtar serb, zgjedhja dhe të ri. Djokovic gjithashtu po zhvendos turneun e tij ATP, i cili është mbajtur në Beograd për vite me radhë në kryeqytetin grek. Teksti thotë se ai vlerësoi mikpritjen greke, por nuk tha asgjë për arsyen pse po i kthente shpinën Serbisë. Është e qartë se situata në AD ka ndryshuar për Djokovic, deklaron SID. Vendi, kujtohet, u trondit nga një val protestash studentore, pasi një shembje tende në Novi Sad mori 16 jetë. Kur Djokovic mbështeti protestat, sipas raporteve të medias, ndryshoi kursi i përkrajës së Vučić. Kohët e fundit, një mural kushtuar Djokovic në Beograd u vandalizua me bojë të zezë. Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung i hedh një vështrim raporteve të progresit të Komisionit Evropian, duke vënë në dukje se ka kaluar shumë kohë që kur ka ndodhur kaq shumë gjëra të lavdërueshme nga Malizi dhe Shqipëria deri tek Moldavia dhe Ukraina. Antarësimi i afërt i Malit të Zi dhe Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut, që po shfaqet gjithashtu si kandidate në horizont, mund të ndihmojë në frenimin e aspiratave të Serbisë në rajon. Politikanët kryesorë atje po fantazojnë përsëri për Serbinë e Madhe. Ndër të tjera, kjo është arsyeja pse negociatat me Serbinë, e cila e qeveriset në mënyrë autokratike, dhe me Bosnjë-Hercegovinën, e cila varet prej saj, kanë pak shanse për sukses. Megjithatë, gazeta është thelbësisht skeptike ndaj zgjerimit të BE-s, siç shkruan. Vetë BE-ja duhet ndryshojë dhe të prezantojë parimin e vendimarrjes me shumicë në vend të konsensusit.